Gjithatë edhe në komunat e tyre ka ndalë ma të votuar se zoti Abdi Gjiku dhe potencialisht sikur nuk kanë qenë kraj ti, mund të themi, nështë po i dho pak vetës ma shumë drejtë nëso që duhet edhe një diçka para se dalte ajo. Ka qenë kundër kandidatë, zoti Azirish, këtë ishtë normale ta themi që nuk ka qenë... Po, jo, duhet jemi kujdesshëm sepse është për tokë edhe nuk është mirë në popull thuhet me hyp me dy këmbë kur është dikush për i shtrim për tokë. LDK-ja ka nevojë pak qetësi, me marrë me veten e vet, sepse sa më shumë që dalin në publik, që është brumë për neve, realisht edhe për publikun, po atje i dëmton edhe më shumë. Prandaj po, desha të them që zoti Abdi Gjiku, asnjë nga këta oponent, nuk kanë qenë të zëshëm, ose me një mendim ndryshe, për veprim ndryshe, mas 9 shkurtë 2025. Prandaj këtu Abdi Gjiku thot diçka. Ka dalë, unë jam kryetari i subjektit, po për që të vendim, të gabum që shkum kështu me blokad, e bajshme me shneton, se nuk është diç fa jam. Kush cili për juve, ose të paktën po tham çka ka dalë në publik, se çka u zimra, ana nuk e di. Një pyetje kam. Po të ish antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës ose i Këshillit të Përgjithshëm. Në bazë Këshillit të Përgjithshëm vjen çështja të votohet të miratohet dorëheqja e Abdi Gjikut ose jo. Po me dy durë kisha votu mu shkarku. E ka sjell 13% duke qëndruar në opozitë subjektin me rana një vitin nuk ka. Është personal si person unë e çmoj, i guxim shumë, është shumë reprezentative, tha ndër se tha me finesat më të mëdha prej liderëve të ri të LDK-s ka qenë Lumiri. Është majt i myt nga shumë prej neve që po e kthen me një drejtim. Gaboj, edhe gabimin LDK kaq trashanik nuk lejohet Arben. Shkoj mu krya, unë nuk besoj në asnjë mënyrë nuk besoj që mund të mbijetoj një votimi në Këshill të Përgjithshëm të LDK-s. Është mendim jam dhe bazoj pak edhe në të kaluar, se LDK-n kush e ka sjell në situatë të vështirë, ka oponencë të fortë ato që me nxispresin